U shumë rëndësi dhe si synim kryesor është edhe që kam me ardhin edhe në Kuvend Kosovës, është shumë elementare kjo shfrytëzimi i remitancave, domethënë se veç në vitin 2024 që i kam marrë unë si statistika janë 1.35 miliardë euro që kanë në Kosovë në mënyrë oficiale. Po. Tjerat s'po dojnë edhe me tentu edhe me diskutu në atë aspekt, po është veç 10% që ty në para me shfrytëzu bashkëpunim me diasporën, me mërgatën, me tentu mi bë që ato një fond të përbashkë që të pare me shku në vendin e duan, në prodhimtari, në bujqësi, në shëndetësi, pse jo ato pare kthehen ashta me kohën edhe te investori, që i ka dhënë ato pare, po pse mos me shfrytëzu një 10%, është shumë elementare në ashta. Si e nevojë që kam pas mërgata, e kom përmend ashta disa, e kam pas edhe nevojën me bëni shtëpi vetën dikun ose një banesë dikun, por nuk e shoh më që ai tenton me blet dytën, tretën, po ai tenton tash me shti parën e vet dikun ku e përfiton për asaj pune. Edhe është shumë e nevojshme që sot për sot, në qatë drejtim e punu që paret që vinë Kosovë, 10% që tyre me bon një fond përbashkë që me pas qasje edhe ata edhe shteti Kosovës, që ato pare me ditë mi shfrytëzu në vendin e duan. Të lutem do doja shumë që të na zbërtheni pak më shumë këtë çështje sepse më duket jashtëzakonisht interesante kjo dhe për shembull në lidhje me transparencën, a garanton për shembull një transparencë apo si e shihni se transparenca duhet të ekzistojë në rast se në një rrethon ideale krijohet një fond i tillë. Bravo, është transparenca elementare ajo që duhet me fitu edhe besimin e njerëzve që Po sigurisht që duhen me tentu edhe me të ndihmu. Unë ato veç më me garantu se koha ja lojna edhe kohës në atë aspekt, po synimin që e kam mos me tentu me mashtru dikën ose me tentu me marr parë për dikujt apo me tentu me bashkëpunu me çdo parë. Pse mos me tentu nëse ka çësje edhe mërgjimtarët kanë çësje direkte vet. Nëse ai tenton me hik fondacionet e veta ka drejtën e zotit për shembull në shkume me legjet në atë aspekt që shtu sa ne mundet mi tërheqë nëse shet nevojë si ose nëse shen në fal forme që është ka i bëhet e pa drejt dikon. Edhe në çfarë drejtim kisha punu se është thjesht me marr besimin e dikujt nëse ti veç vepron një herë edhe tjetrën herë ki shumë malet. Po duhet më anis dikush. Unë shoh që duhet më anis dikush me vepruar çfarë drejtim, me fitu besimin e njëri tjetrit se veç me tentu na me çu besimin ose investimet që bëhen përbashkëta, mos me pas besim aja s'mund edhe me ekzistu. Po ekzistoj, unë shoh që duhet me bën çfarë drejtim një herë në parë dikush, edhe hera tjera shkojnë edhe tu e praktiku ato shumë malet. Vitin e parë nashta kemi si problem, por vitet tjera unë shoh që kam me pas një sukses shumë të madh, se janë para shumë. Janë para shumë të mëdha që ka nevojë bujqësia, shëndetësia, që përmena, zhvillimi ekonomik. Shumë lami, po kryesorët janë shëndetësia, sigurimi shëndetësor. Unë kam përmend edhe një herë nashta i shkon edhe elementare këto me përdor si bashkëpunim mes diasporës edhe ose mërgatës në diasporë dhe Kosovës këtu, me bata në sigurim privat nashta për të afërmit e tyre, për prindët e tyre. Pse mos me tentu edhe me fol me ta, me bën një pagesë simbolike në vit, që prindët e tyre më shku në spitalet për shembull për katse ku ata kanë nevojë më shëru, edhe mos me pagu me parë në dorë ose me parë diçka. Po me pas një sigurim, një kartë sigurimi që shkon edhe i merr i shërbim